Presidenti kinez Xi Jinping u takua me përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar të biznesit të Pekin, duke nënvizuar përparimin e jashtëzakonshëm të Kinës në ruajtjen e rritjes së shpejtë ekonomike dhe stabilitetit të qëndrueshëm social. Xi Jinping theksoi se këto arritje janë rezultati i udhëheqjes së fortë të Partisë Komuniste dhe përpjekjeve kolektive të popullit kinez. Rezultatet janë gjithashtu të pandashme nga mbështetja dhe ndihma e komunitetit ndërkombëtar, duke përfshirë kontributet e ndërmarrjeve të financuara nga jashtë në Kinë. Këto ndërmarrje janë të rëndësishme në modernizimin kinez, kontribues kryesor në reformat dhe inovacionin e Kinës dhe faktor jetik në lidhjen e Kinës me botën, duke lehtësuar integrimin e Pekinit në globalizimin ekonomik. Në këmbim, ndërmarrjet e financuara nga jashtë kanë marrë fitime të konsiderueshme dhe kanë shënuar rritje të vazhdueshme, duke nxitur gjithashtu miqësi të thella me popullin kinez, shtoi presidenti. Sipas Xi Jinping, Kina, si tregu i dytë më i madh i konsumatorëve në botë me grupimin më të madh me të ardhura mesatare dhe potencial të madh për investime dhe konsum, krenohet me aftësi të forta mbështetëse industriale dhe është një destinacion ideal aplikimi për raundin e ri të revolucionit shkencor dhe teknologjik dhe transformimit industrial. Kina ka ruajtur prekosh stabilitetin politik dhe social dhe njihet si një nga vendet më të sigurta në botë, tha Xi Jinping, duke nënvizuar se Kina ishte, është dhe do të jetë padyshim një destinacion ideal i sigurt dhe premtues për investime. Sipas tij, multilateralizmi është një zgjedhje domosdoshme për të adresuar vështirësitë dhe sfidat me të cilat përballet bota dhe globalizimi ekonomik është një prirje historike e parekzistueshme. Ndërmarrjet e financuara nga jashtë luajnë një rol etik dhe mbajnë përgjegjësi të rëndësishme në ruajtjen e rendit ekonomik global, tha presidenti Xi Jinping, duke u bërë thirrje atyre të luajnë rolin në mbrojtjen e sistemit tregtar shumëpalësh, ruajtjen e stabilitetit të zinxhirëve global të industrisë dhe furnizimit, mbrojtjen e një mjedisi ndërkombëtar të hapur dhe bashkëpunues dhe drejtimin e globalizimit ekonomik në drejtimin e duhur. Më shumë se 40 kryetarë dhe administratorë të përgjithshëm të ndërmarrjeve të financuara nga jashtë së bashku me përfaqësues të shoqatave të biznesit morën pjesë në këtë takim.